së bashku me kryetarin e komunës, Zotëri Bajram Ullaku, me Ministrin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, një prej pikave cilën e diskutuam si më emergjente ishte renovimi i stadionit të futbollit. Me qenë se pushtria po prinë në përgara me klubin e futbollit Llamkos Kosova, atëherë e pam si pikë të rëndësishme me investu në stadion, me investu për qytetin tonë, për sportin. Ministri na premtoi një shumë afër mbi 100.000 euro. Prandaj sot erdhëm të shikojmë nga afër gjendjen e stadionit edhe të fillojmë me pikat më primare të investimeve. Së pari falenderoj kryetarin e komunës, falenderoj drejtoreshën për sport, ku me njerë pas kërkesës tonë që kemi pas dhe takimeve që kemi zhvillu me kryetarin e komunës, kanë shpreh dëshirë dhe ka dëshmëri me ndihmu klubin Llamkos Kosova, e cila është edhe prisë në Superligën e Kosovës. Kështu që na kemi fillu me njerë sot në takimin e parë diskutum për krijimin e projekt propozimit edhe planit të stadionit, i cili do të përfundoj deri në muajin shkurt, domethënë deri në fund të muajit shkurt, ku po planifikojmë që ta krijojmë domethënë ndërtimin e binave, kushteve elementare, kështu që ma mërmenja që kam bu një hap shumë të madh, shumë të mirë për me ndihmu komunitetit, për me ndihmu qytetit, për me ndihmu sportistëve të komunës, ushtrisë dhe sidomos edhe sportit në Kosovë. Kryetarin e komunës Bajram Ullaku, i cili na ka përkrah vazhdimisht, edhe po vazhdon me na përkrah, tash me një projekti domethënë stadion. Po ashtu drejtoresha si dëshiroj punë të marrë në postjen e ri dhe punë shumë të suksesshme, sepse ushtria është një qytet me traditë edhe ka vlera kulturore edhe sportive, besoj që ju pret një punë shumë e madhe. Investimi që do të bëhet në infrastrukturë në stadionin e ushtrisë është shumë i nevojshëm për arsye se ne kemi kushtet mjaft të vështira për punë. Mirë po shpresojmë se ky stadion shumë shpejt, domethënë me investimet që do të bëhen nga Ministria e Sportit edhe nga Komuna e Ushtrisë, edhe interesimin shumë të madh që ka shfaq kryetari i komunës Bajram Ullaku, do ta merr një pamje që t'i përngjoj stadiumeve, domethënë më të mira në rajon edhe nevojë.